Welcome to the Çarşıya in Pea. This is the marketplace, a very special Saturday market. And it has some of the oldest tradespeople in Pea. And we were able to visit them today, and I'm so glad to take you with me. So, we were able to visit the oldest Çevaptor, which is behind me here, Çevaptor. We were able to see and talk to one of the oldest knife makers in Pea, and also one of the oldest filigrane stores with beautiful, beautiful jewelry. And then finally, we were able to see the oldest police store, talk to a man who is 92 years old, wearing a police from a village near here, talk about what life used to be, according to a 92-year-old, and also talking to the man who makes the police and how you do it. And all of these artists are here just around this beautiful marketplace in Pea. So join me. Jo, kjo është prej këtuit, unë e prej Amerikës. E qka po na tregon për qëto lule për nga keni mbledh? Ky është qaj bjeshke. Po, bjeshke djetë. Atje ne atë bjeshk mbledh. Ku në cilën bjeshk? Dhe. Është kodon, bjeshke dim, ton bjeshke mbledhin qaj. Shumë bukur. Edhe ky është bjeshk, edhe ky. Mirë, si jeni? A jeni mirë? Jeni mirë ju. Mirë, faleminderit. Hello, si je? I'm Naska. How are you? Mirë, very well, thank you. Përshëndetje, jam Blerim Gorani, I familjes Gorani. Këtu jem stërgjyshi janë, është e kam punu që nga shekulli 19, 1888 diku. Edhe këtu kam punu pushk. Pushk? Në Pej, bashkë në Pej qëtu. Që nga, do më thonë, perandoria Osmani, gjatë okupimit, kur kënë atër ku ka qenë, kam fillu me punu tyfek, një pushke gjatë, tyfek. Edhe kyre o thirë rethi tyfek gjive, se kanë qenë 3 dyqane tona. Mas andej, shekullin e 20, në fillim 1912-13, kata me kam fillu me pëllimin e gërshërme, për mi qethë vetë. Do të deri atëherë vetëm me pushk? Me pushk, po. Mas andej, shekullin e interesant që po thoni pushk, në vend me thonë altije. Ja, pushk e gjatë ka qenë. Okej, pushk është e gjatë, tyfek. Emnin tyfek e ka po. Tyfek, po. Tyfek. Unë akoma prodhoj brisqi. Brisqi. Ju po prodhoni prej fillimit? Po. Dhe më thonë pi brinit, dashit. Shqip, brini. Brini, And steel. Stainless steel, yes. E ku po merë një qëtë pjesë? Këtë pjesë, just a moment. Okay, so this is from brini, and we cut it and put it in to warm it and to give him a... Me qka po përpunoni? Me tash pi përpunoj marë shumë me ujtë nxehtë. Ujtë nxehtë? Se për para me qymyrë, kolt, me qymyrë për para, po tash ato jo në heka. Okej. Po fështirë është për brina, me zjetë.
Për arsye se ku po gjeni që të për që ato që ai kom pas Moti? ka herë motë. Në sa veçor keni nis me mësu me Portugal? Unë me mësu, unë kom fillu diku nga 13 vjeç. 13 years. Prej babës? Pi babës, atër baba punoj ke me agjen e vetë. Edhe një vlla i madhi jemi, edhe ai punoj ka e patlon shkollën e mesme e kryti, edhe u kap në zanat. Unë e pata vazhdu shkollën e fakultetin, po e lash fakultetin, po visha këtu, se këtu, kur kish punë, për shambull për gërshon dhenve, se pranver, ver, u boke edhe plus bajrami. Për dhet? Për dhen, për mi mre gërshon, të mi regulluë. Do thët kjo gërshon? Po qëto jonë gërshon për mi qe dhend. Po këto jonë ko gjatë vjetë, ata është bashkë se di vitin sa, po këto i përdorin. E kur duhet me bo që do, me prej dhend, me prej Mirë dhend, po tash pranverës ja nisin fillojnë, sidomos në rrugova, aty që ka dhe tradicional nalt. Shkojnë atje? Po, nalt. Atje jonë, shumisa jonë nga fshatrat edhe sidomos pi rrugovës. Edhe e kanë kohën kur... E kur nisit majnë qëshorë? Duhet me janis ka, unë di ka fundi qëti muji. Okay, fundi And then në qeshore në korik, it's to cut off all from ship. And in spring, just half, they cut it, half of wool. And in summer, because it's very, twice, because it's very hot in summer, and because that they cut it out. This is old one. Pre Turqisë a pre Jo Shqipnis? Shqipnis. From Albania, yes. Okay, Because they have ku kanë prodhu në Shqipni? Në Tiranë. Bashkë në Tiranë? Uzina Tiranë, po. It's right here. UT, Uzina Tiranë. Ja, si. Që ndashtë tjetën, aty shijet ma mirë atë mullinin tjetër. Që e kom këto. So this is, it's my family. Because we use it, and I keep it. Keep it nice. Yes, and I don't sell it this. Do thët mas mirë e kanë bërë në Shqipni? Kretë në Evropë, pi Shqipnisë në furnizu. E kur kanë nalë me bërë të? 97-ën. 97-ën? Last century, yes. Aha, pse? Se kanë nalë? I don't know. Kalja po Nuk pi e di, kafe? po kafe po pi, po tash me shku në Shqipëri, gjithë Turqisë, s'ka ma të Shqipërisë, mullina. Pse s'prodhohet ma. Interesant, okej. Kjo babës tem, gjyshi jam. Këtu baba, edhe këtu ozja, këtu ju ndalën foto që dyqani, që ka qenë baba jam me këta zlejtarë tjerë, qëtu. Këtu une, këtu flamuri shqiptar dhe me kukuroj shu këtu, kjo është 68-ën. Kur o martuni i afrëmi janës, mas pari flamurin, 68-ën. Our photo is old because the home is burned. It's burned from Serbs during the war. Në Pej? And yes, in Pej, because Pej it was a lot of damage, especially from here in Qashja until the Do thët keni mujt me rrujt? For somebody who saved it, I asked for that from cousins to find me. Do thët ajo ke grumbull mas luftës? Po, kretë në pas luftës i kom gjetë. Si jeni? A jeni mirë? Mirë, faleminderit ju. Familjes? Mirë dita, si jeni? A jeni mirë? Po që jemi motor, a jemi mirë? Mirë, faleminderit. Ju keni qëtë adet, këtë profesion, këtë art me bo plisat. E kush për juve, do thët baba, gjyshi, kush ka bo qatë punë në fillim? Na zejën e plisave ushtrojmë gjenerata tret jemi na. Tret? Gjenerata parë është baba, ja aty në është baba. Aha, që në altë aty, po? Mandej gjenerata dytë jemi na fëmijët,
Mandej fëmijët tonë, dhe më thonë gjeneratët e tretë. Si ta shikimi, dhe më thonë, e zejes. Po është zeje që po vjen të zhduk. Po, kuptohet. Po mundohemi me ato forcat tona, mësë marrë, mësë milion mu zhduk, se është burim i jetës, i kemi jetu i kësaj zeje, edhe është simboli joni. Simboli shqiptarizmit, po, do të thotë, është shumë simboli fort. Zeja e plisave është zeje shumë e vjetër. Puna dorës, veglat e punës janë shumë thjeshta, nuk kem diçka për sosën, më thonë mashina, diçka nuk kem krejt me dorë. Punës krejt, është dhe më thonë punë dore, se është edhe artë, se kur punohet me dorë është artë. Veglat e punës janë shumë thjeshta, landa parë është leshi. I dhane. Ja, kuptohet, po. Është lloj merina. Merino wool, ja, leshi merino. Australisë. Aha, e ku po merë një ju që të Po lesh? kjo vjen, tash ajo shkon pi Australisë, vjen tash po punizon pi Turqisë. Prej Australis deri në Turqi, Te në Turqi, terapi Turqisë vjen këtu në a nuk po merë një këtu në Rugov? Ka pos. Nuk është në Rugov, se është leshi, Majtrash. është i trash. Trash. Shumë është leshi, është me i but, është i përshtatshëm për plica. Po, aha. Mas pari vjen e pastrojmë leshin, mandej elnurim maqinë, mandej prap këtu i kemi me ato veglat e punës që e shprishim me domethënë qash me të operacione janë vetun shkon procesi shumë ma ngadalt. Tash po punoj vetun. E kështu kur kemi qenë në bashkësi me vllazën, procesi ka shku ma shpejt. Sa kohë duhet me kryu një plis? Po 16 operacione, një ditë i pojmë 2 operacione, një ditë 2, një ditë kështu mbrana javës. Tash unë mase po punoj vetun 10 plisa, 15 plisa në javë. Për një javë. E sa kushtojnë me blej? Plisat i ki 2 lloje, 5 euro, 8 euro, 2 lloje. Okej, shumë lirë janë. Lirë sa ka punë, çmimi është i lirë. Që to 2 bosa të leshit shkojnë për një ples. 2 qësi? Wow, shumë lesh. Mas ne kjo shprishet e kemi në atë veglin, që e shprishim edhe një herë. Prishin në atë veglin që kemi ajo quhet jaj, atë shtypet me atë drasin që kemi, kur të shtypet e merr qëtë formë. Këto 2 copa, mandej ngjiten me ujë edhe me sapon. Çfarë sapon? Sapon i thjeshtu. Edhe ka dalë ngjiten këto, edhe tu e punu ka dalë e bim te në gjysh. Këto 2 copa e marrin qëtë formë, kështu. Tu e punu me dorë. E mas nej, kur të punohet, tu duhet mi përmirësu të në do pjesë ku jënë metë aty të në një. Ati ku mu dohë dhe më thonë me i pjotë. Edhe kështu mas nej, maset të vjen kjo operacion shtu te në gjysh, dhe më thonë, kjo punohet, vjen në gjysh, shtu dhe më thonë forcohet kjo, me ujë edhe me sapon, edhe me qëto vegla thjeshta që tash. E mandej ja japim formën të në kallop, masit ja japim formën, i rujmi kemi ato do brish që i kemi na, me shkum, mandej bëhet thamja, dhe më thonë i terim, bëhet hekurosja, mas hekurosjes i prehen skajet plisit edhe dhe më thonë plisi është final. Vetëm mu prekajtë. Prekaj. Amerike. Amerike Kosovare bënu. A keni qenë ju në Girbet një herë, a veç kështu? Jo, sëm konë kërku, veç një Jugoslavia. Një Jugoslavi. Keni shëtit, a keni punu jashtë? Jo, s'kom punu jashtë kërkun, veç i kom shëtit. Jugoslavi, po krejta, po për jashtë ajo. Macedoni djeri në Kroaci? Ja. Po, në Macedonije, Bosnjakije. Bosnjakije, ja. E, qka keni punu gjatë jetës? Bujk. Bujk, aha. Shpitame, po. Qka keni pas, qka keni... Kopshtije,
Me pasul, me kolomaqe. Pasul, me speca, lakna, këto, perime. E sa kanë qenë në familje kur krejt kanë qenë zbashku? 40 im komi. 40! Bravo, bravo. A keni njoft nusen gruja pare se me martu? A keni njoft nusen? Shiko, për pa njoft si e shku me lyp. Një ga. Apo më kumëtan? Po. Për shamë e ka qikën kë. Po. E këm bodet më shku me a lyp. E këm ditë që e ka të mira. Shkusi, ose mësit. Mësit, që shtuhet a njëri që shkon? A i mësit, jo konë që shku me lyp, me nëzera. Punë duft ma shumë, po o konë mirë si kanë pas bëdhë. A je kam këtë parë. Keni mujnë më hongër, me pi? Me hongër sa dush, me vesh sa dush, por vetë i kanë, femnat i kanë bo teshat e veta. Me vek? Me vek, na me lesh dhene, me të ble me këto pejnat, me bo këmishat, me bo këto. Po. Ju keni vesh tirqet atër? Unë s'kom baj tirqi. Baba ka baj tirq? Po. Koporon, po thoni ja... Ja, po, në gjana... Sa vjeti keni? Unë? Ja, më së mbetë, s'du me... Po, vete, a unë jam plak? Ha? Edhe unë jam plake? Jo, sa plijet e kiti? 70 e kam. Sa? 70. 70? 70, unë 92. 92? Po, që zote, 92. Ditën e Shëngjergjit edhe pak. Edhe pak, Shëngjergj, me 6 maj. Me 6 maj. Me 6 maj këti linjen. 92. 92, mashallah, wow, 92, wow. Më si kalzo kujna. Jo, qëfar, jo, kur kujtë s'po kazojnë. Okay, so here we are. See, so now, I think you can speak some English, maybe? Yes, I speak English. Yeah. So, what I understand is this is the oldest Çevaptor in the Çarşı e Peyas. The oldest. Yes. But have others too. But they are like here. Everyone eat like this, you know. They like yours. Yes. My dad started this work too long time ago, you know. And we, my brother, me, my uncle, we continue to work. A prej babës a babgjyshit? Edhe babgjysh. Edhe babgjysh. And my grandfather. Edhe stërgjysh? Maybe on stërgjysh. Okay. Edhe do thot babgjyshit prej kujt ka qenë? Babgjyshi ka sapo. Yes. Prej këturit. Prej Pejas. Do thot krej kanë marrë këtë zanat? Po, ka saf mija me qëtë zanat. Okay. My grandfather, my dad, my uncle. Bukur. Yes. Urrime. Thank you. Ja. I appreciate it. Okay, ljumshin durt. Thank you so much. Thank you. Now we are at the filigrane shop, that is the silverwork shop of Violette Chiflaku, and we are here to talk to her about this beautiful craft that is an older craft in this part of the world that people are very proud of. So let's see what her story is about being one of the filigrane stores in Peja, Çarşıya. So, Violetta, tell us something about this store and who was the first person who was doing, kush ka qenë më i pari që ka bo filigran këtu? Më i pari, Vjerja. Vjeri është... Augustin Çivlaku. Augustin. E baba ti? Baba i ti Zef Çivlaku. Aha, e ka boj qatë zanat? Zanatit. A baba e ti? Baba i Augustin Çivlaku. Po? Augustini e ka marrë zanatin prej Zefit. Babës vet. Po? Tani e ka trashëgu burri,
Rafaeli, atëre Kola, djali jam, edhe Antoni. Po Zefi, ku ka mësu Zefi? Zefi në Shkodër. Në Shkodër? A është prej Shkodrës? A ka ardhur Po, prej me Shkodrës? prejardhe janë. Me prejardhja. E kur janë ardhur në Prishtinë? Ka vite, po si Ja. manat. Do thot stërgjysh. Stërgjyshi, po. Prej Dem baba Shkodrës. dem e kam mësu zanatin. A ka qenë Shkodër në fa qendër për filigran në Shqipni? Nuk muj me ditu nëse ja. jam prej Gjakovës, ko marrë këtu në pej. Gjakovare. Ko marrë tu këtu. Okej. Tu i kom gjithë. Edhe vetë e kom zanatin. Po, a? E filigranit e kom Po punu. Si punon? vajzë. Po, si Po, vajzë e kom punu. Edhe në familjen tuaj? Edhe në familjen time, në Gjakov. Në Gjakov, Të në ju martu E ku po marron ma mirë, në Prizren, Gjakova, Peja? Unë e thamë për Peja. A ka dalim mes vendeve? Se cili e ka mënyrën e vetë punës. Ja, po që mund është ti me pa diçka, për shembull me thanë, ajo është prej Gjakovës, ose Prizrenit, ose Pejas? S'muj me thonë se na nuk i kena marrë prej Gjakovës, i kem pas vetë kjonat, edhe i kem punu që për shembull voth këtu. Këto janë të vjetra. Okej, se na të regoni për që ta, se ata për një me janë diçka shumë interesant. Prej kur janë ata? Prej parve, ka herë. Aha. Na kanë metë. Para disa qindra vjeta. Po, 200 vjet i kanë. 200 vjet. 200 E kanë bo për nuse. E këto janë treja, që tash i kena punu. Që të, a? Djemë të mi, burri, krejt këto. A po blehen, kur janë turisti këtu verës? Po, interesum Ja. Shumë të bukra janë. Do thëtë halja është një zonat e gjallë në Kosovë. I pavdekshëm. Ja. Lypet shumë. Really? Se është një shendje Kosovës, kur vinë turiste këtu, ose Gërbegjint. Po, dhe Gërbegjant, marrin shumë mirë. Si shenje e ajo, arti shqiptarëve të vjetër. E dorës është art. Ja. Nuk shuhet kur. Ja. Gjithmonë ka me shku edhe kjo piktura këtu. Edhe kemi një që ju keni një gjyqan më të vjetër për filigran në Po, të partë jemi në këtu. Të partë jeni këtu. Wow, shumë interesant. Shivdakt edhe gashi. Gasht. Jenë të partë për këtu. Për të partë, oh my god. A qëka po mendon për të ardhmen, a ka me vazhdu këtë zanat? Po, besoj që po. Ja. Fëmijët e mi e kanë trashëgu. Po, a? Kështu që ka më shku dem, baba dem edhe me ata. Shumë bukur, do thëtë, ata veç e kanë mësu që është bëhet? Po, kanë mësu prej babës. Edhe kanë me marrë këtë gjyqan masini. Po, kanë me marrë tonë kohën qështu. Shqyqyr që ka disa sene në Kosovë që janë edhe prej lashtit, po hala gjallë shumë. Po. Shumë bukur. Kanë me marrë që të zanat. Filigrani kur punohet pas pari bardh pohet, thoni nëse do në me nëzi, e nëzi. Si mas dëshires. Me qka? E keni ngjyrën e kena që i punojnë. Okej. Me që ato i... Do të dikush po i përqen me të barë, dikush do me të zesë. Gjeneta, na në familjes Shqivlaku, e merë këtë dorat prej meje. Shumë faleminderit, sa bukur. Ma mërmenja që të pëlqen. Sa, qëfar pasunia, shumë bukur.